Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. E papritur, Redoni mohon dërgimin e mesazhit për Eglin në shtëpinë e famshme. Ish konkurrenti ish banor, Redoni, ishte i ftuar së fundmi në një emision ku foli për eksperiencën e tij në shtëpi dhe raportin me Eglin. Ai theksoi se për shkak të kohës së shkurtër në lojë, krijoi vetëm një lidhje të afërt pikërisht me Eglin, të cilën e mbështet. Gjatë intervistës, Redoni reagoi i habitur ndaj një mesazhi të shfaqur në Big Love në emër të tij, duke mohuar çdo përfshirje dhe duke theksuar se dikush e kishte përdorur emrin e tij pa dieni. Megjithatë, ai shtoi se nuk ka asgjë kundër nëse mesazhi ka pasur një ndikim pozitiv. Për të thënë të vërtetën, nuk kam çuar asnjë mesazh, nuk kam qenë unë ai, por nëse është përdorur emri im për diçka pozitive, atëherë nuk kam gjë kundër. Më ka ardhur keq që është përdorur emri im në atë aspekt që mund të më dëmtojë në një raport që mund të jem duke krijuar jashtë. U shpreh ai.